Kosova në pas këtyre sulme që ka ndodhur në gjirin persik ka hyrë në krizë me krizë. Kriza e përcjellur e Kosovës është natyrës politike, është natyrës ekonomike, është natyrës integruese dhe mbi të gjitha natyrës sociale. E them ka hyrë me krizë në krizë nga fakti që me vite të tëra kemi pas sankcione ekonomike, me vite të tëra kemi qenë do thot pa institucione dhe kur krejt saj shtot fakt që tani jemi në këtë vorbullin e zgjedhjeve politike dhe nuk dihet kush do të jetë president i Kosovës nesër apo pas nesër, ndërsa bota është e tronditur sepse nga Iran janë të sulmuara 16 shtetet më të fuqishme ekonomike dhe politike të lindjes afërt, vërtet është një shqetësim dhe një komoditet që mund ta gjeni vetëm tek qytetarët e Kosovës. Efektet e kësaj sulme do të jenë jo vetëm në aspektin ekstern, por në aspektin intern. Fakti që Kosova është shtet i varur nga importi dhe në vitin 2025 kemi importuar më tepër se 800 milion euro naftë dhe derivatet naftës është një produkt strategjik që ka ndikim në ekonominë kosovare dhe çdo rritje e çmimit të këtyre produkteve do thotë ndikon në mënyrë zinxhirore jo të ngritje të naftës, por të produkteve tjera. Si mund të flasim për ngritje të çmimit të naftës kur ekspertët parashojnë që një shpejtësi shumë të madhe kohore, një barel do të kushtojë më tepër se $150 dhe kjo do të reflektohet në mënyrë drejtpërdrejt tek nafta. Mirë po kjo naftë është lënë e parë për shumë materiale tjera edhe prodhime tjera, e para është transporti, e dyta janë materialet ndërtimore, e treta është infrastruktura dhe tëra kjo do të lejë gjurmë në aspektin intern në ekonominë e Kosovës. Kur flitet për aspektin ekstern, ju e dini që pjesa më e madhe e naftës vjen nga këto 6 shtetet të cilat janë të izoluara në ngushtisjen e Hormozit. Partner kryesor ekonomik të Kosovës do të jenë goditur, në veçantë Kina, Pakistani, India dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dikujt do të tingëlloj paksa çuditshëm ku them partner kryesor. Është vërtet që nëse analizoni strukturën e vendeve nga importon Kosova, janë 3 vendet kryesore që dominojnë tregun e Kosovës. Është Bashkimi Evropian, është Kina dhe është Turqia.